ma gjithë dhe luzoti që t'jeni sa më mirë. Atëhere, duke qenë se më t'jeni kërkuar shumë edhe duke qenë se unë kam, si që kam thënë edhe më përpara tek ata persona të cilët ma kanë kërkuar, e kam eksperimentuar një herë vetë tek unë, duke qenë se për ata që e din normalisht miqtë e vjetër, por edhe për ata që nuk e din, janë 3 muaj e 18 ditë që unë kam humbur babin dhe pothuajse për 40 e ca ditë nuk kam punuar, sepse nuk kam pasur mendjen e gjitha këto gjëra të tjera për punuar. Dhe ajo që kam pas, domethënë një gjë tjetër që kam pas shumë problem, duke qenë se si thot pata dhe probleme me pjesën e të ngrënit, nuk po mundesha që të haja e qaja jashtëzakonisht shumë. Mu bë mundësin pjesa e syve poshtë. Të t'ja tregoj edhe me foto si e kam pasur, domethënë si kam pasur syt të nxjera poshtë. Dhe kam, domethënë siç e shikoni tani nuk i kam më. Dhe arrita domethënë që të krijoj një produkt të tillë i cili është i jashtëzakonshëm sa i përket eliminimit të zezave, domethënë të shenjave të zeza poshtë syrit, por në të njëjtën kohë eliminon edhe rrudha dhe mund të përdoret edhe në pjesën këtu. Atëherë unë kam përdorur jo vetëm darkave, por e kam përdorur edhe gjatë ditës. Ja. Për të arritur që të mos kem më të nxjera sysh. E kam përdorur këtu. Por për ata që kanë linja, domethënë mund të bëjnë edhe ke zona e ballit. Unë nuk kam, por gjithsesi. Dhe tek zona e usit të më kësaj këtu. Dhe është i jashtëzakonshëm, është i papar, domethënë, dhe vetëm dijeni që ta përthith lëkura vet. Okej, ka përbërje vaj esencial dhe është pak djegës, domethënë ka atë ndjesinë që sikur të djegën syt, por që është nuk ka asnjë efekt ansor absolutisht fare. Kështu që ja ku e kemi vajin më të ri, produktin më të ri, edhe kushton